Mjeku me urdhër të prerë. Ja sa kokra ara duhet të hani sipas moshës që keni. Arat janë shumë të shëndetshme për organizmin, por nëse e teproni me to, do të përballeni me dhimbje të kokës, fryrje të stomakut, gjithashtu dhe diarre. Konsumi i tepërt i arave në periudha afatgjata mund t'ju shëndosh, thonë ekspertët. Sipas të dhënave bazuar në studimet e nutricionistëve, racioni ideal i arave është nga 28 deri në 30 gram ara çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nga 5 deri në 8 kokra ara, por konsumi i tyre brenda normës së lejuar do të sjellë një sër përfitimesh të mira për organizmin. Ekspertët thonë se konsumi 5 deri në 8 kokra ara çdo ditë, pavarësisht nga mosha që do të keni, do t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet e tyre në të mirë të organizmit, konsumojeni ato në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore. Arat janë ndër frutat më të shëndetshëm që mund t'i ofrojnë trupit të njeriut shumë përfitime, dhe konsumi i tyre brenda normës së lejuar do t'i japi rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Mjekët zbulojnë arsyet kryesore pse duhet të hani nga 5 deri në 8 kokra ara çdo ditë, cilat janë përfitimet e tyre dhe vlerat që i ofrojnë organizmit tuaj në tërësi. Ndaj në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i arrave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj shëndetësore. Arat janë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të trurit. Acidet yndyrore omega 3, që gjenden kryesisht me shumicën e arrat, zhvillojnë shëndetin e trurit, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera, luftojnë gjithashtu edhe problemet që lidhen edhe me dëmtimin nga depresioni. Arrat janë tepër ushqyese për organizmin e njeriut. Ato janë të pasura me nivele shumë të mira të proteinës dhe elementeve të tjerë ushqyes që mbajnë larg komplikacionet. Arat përmbajnë proteina, vitamina dhe minerale, gjithashtu edhe acide yndyrore omega 3 dhe lektin, yndyrna të shëndetshme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Arrat janë të pasura me vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë sasi të larta të vitaminës B6, gjithashtu ato përmbajnë nivele të mira të folatit dhe tiaminës, të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe jo vetëm. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, gjithashtu edhe element të mbrojtjes së organizmit siç është hekuri. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acidet yndyrore mjaft të rëndësishme që nevojiten trupit në rritjen e përfitimeve të qelizave dhe mbrojtjen e imunitetit tuaj, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve alergjike. Arrat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër problemeve siç është për shembull edhe sëmundja e kolesterolit. Kolesteroli godet shëndetin tuaj të zemrës dhe dëmton gjithashtu organizmin tuaj në tërësi. Ndaj, konsumi i arrave mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbajtjen nën kontroll të këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, ulin gjithashtu nivelin e kolesterolit të keq në organizëm. Arrat janë një ushqim shumë i mirë për flokun. Vaji i arrave përmban biotin ose ndryshe e njohur vitamina B7, omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut dhe gjithashtu evitojnë edhe rënien e tij dhe lehtësojnë problemet që shkakton zbokthi. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg gjithashtu edhe problemet e infeksioneve. Arrat janë një ushqim shumë i mirë për shëndetin e lëkurës. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant i mirë natyror, ndihmon gjithashtu në reduktimin e problemeve të rrullave në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbarth atë nga radhët e zinj dhe relakson gjithashtu lëkurën tuaj. Arrat janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për pjellurinë. Arrat përmbajnë kompleksin e mirë të vitaminave B, siç është për shembull folati, riboflavin, tiamine të tjera.
Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan, gjithashtu edhe për fetusin. Arat gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e të voglit tuaj. Gjithashtu, ato janë një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemit të radikaleve të lira. Arat parandalojnë problemet e radikaleve të lira fare përbërësve siç janë omega-3, antioksidantët dhe fitoushqyesit, fitosterolet të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Arat janë një përzgjedhje mirë ushqyese edhe në betejën kundër lohatjeve të sheqerit në trup. Studimet e fundit kanë treguar se një dietë me një grosht ara çdo ditë mund të reduktojë rrezikun e diabetit të tipit 2 te gratë me të paktën 30%, citoi studimi. Arat janë një përzgjedhje shumë e mirë kundër peshës së tepër trupore. Arat përmbajnë proteina, yndyrna omega-3 dhe fibra që ndihmojnë për një dietë të shëndetshme dhe mbrojtjen e organizmit. Arat përmirësojnë gjithashtu cilësinë tuaj riprodhuese dhe shtimi i tyre në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Arrat janë të mira për shëndetin e kockave dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandara të dietave të tyre. Arrat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes siç janë për shembull yndyrnat omega-3. Arrat janë të mira për shëndetin e tretjes. Meqense arrat janë të pasura me nivele të larta të fibrave, ato janë gjithashtu një ushqim i shkëlqyer për tretjen, si dhe në luftën kundër problemeve të tyre. Arrat do të përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit dhe do të mbajnë larg komplikacionet e tyre. Gjëndra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin, përgjegjëse për gjumin e mirë. Ky hormon gjendet edhe te arrat, duke i dhënë atyre një ushqim të përkryer si një snack të përkryer në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Arrat forcojnë sistemin e imunitetit. Arrat përmbajnë elementë të mirë kundër ekzemave të ndryshme dhe gjithashtu përmirësojnë edhe problemet e lëkurës, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid. Por ajo që është e rëndësishme është se arrat përmbajnë acide yndyrore të cilat mbrojnë organizmin tuaj në luftën kundër imunitetit të dobët dhe rrisin në rezistencën e tij. Ndaj shtimi i tyre në dietën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi i arrave në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të enëve të gjakut. Acidet yndyrore omega-3 parandalojnë çrregullimin e ritmit të rrahjeve të zemrës, reduktojnë mpikjen e gjakut dhe kanë efekte të mira kundër problemeve të tilla. Aminoacidi kryesor anginin ndihmon në lehtësimin e elasticitetit të enëve të gjakut duke reduktuar kështu rrezikun për sëmundje të zemrës. Ndaj konsumi i arrave në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje nga më të mirat ushqyese. Gjithashtu ekspertët cilësojnë konsumin e arrave se ka veti të fuqishme në luftën kundër problemeve të kalorive dhe yndyrnave të tepërta. Prandaj, ato mund të konsiderohen si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në ndihmë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Arrat janë ndërarorët më të mirë për njeriun dhe ato përmbajnë nivele të mira të yndyrnave të shëndetshme, vitaminave, mineraleve, antioksidantëve dhe enzimave me vlera të fuqishme mjekësore. Arrat njihen kryesisht për rëndësinë e tyre në mbrojtjen e shëndetit mendor. Forma e tyre e ngjashme me atë të trurit tregon një lidhje të drejtpërdrejtë që ato kanë me njëra tjetrën. Jo më kot konsumi i arrave në mënyrë të rregullt do të forcojë gjithashtu shëndetin e trurit. Do të japë përfitime të larmishme në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i arrave në menun tuaj ditore mund të sjellë përfitime të rëndësishme për shëndetin tuaj të stomakut dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Mbarvajtja e shëndetit të stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj sipas ekspertëve të Healthline mund të jetë një nga vlerat më të mira ushqyese që mund të arrini t'i ofroni trupit. Ekspertët thonë se shtimi i arrave në dietën tuaj do të përbëjë një faktor të mirë ushqyes në mbrojtjen e shëndetit të stomakut. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.